pasha Zotin e madh që krijoi qiellin dhe tokën, vëlla dhe motër e nderuar që janë në xhami, mos harro kur këtë. Që njeriu i cili i jep shpirt do të kërkojë që ta ketë mbush jetën me vepra të mira, dhe ne me miliarda kanë vdek. Me miliarda kanë hikë i madh i Zot dhe kanë këtë dëshirë, shansi i madh i joni dhe për ca kohë sa të dëshiroj ai është që ne kemi këtë mundësi. Dhe elhamdulillahi rabbil alamin, ne jemi në xhuma, në emrin e të madhit Zoti qofshin fal. Se xhumaja ka i peshtë më dhe ke fuqi ploti, ke i gjithë fuqishmi dhe i gjithë pushtetshmi. Por ajo që është madhështore është që njeriu do të kërkojë për atje që t'i ketë veprat më shumë të mira. Dy gjëra, vetëm kaq do përmend, dy të mira dhe dy gjëra që dëmtojnë shumë njeriu andej. Gjëja e parë që do të kërkojë njeriu me të madhe, që ta kishte vepruar nëse nuk e ka vepruar, dhe ta kishte përsos nëse e ka vepruar, është falja namazit. Mbi të gjitha është e padiskutueshme besimi dhe dashuria për të madhin Zot, këtë e tham. Mbas kësaj janë dy vepra madhështore. Njëra ka të bëjë me të madhin Zot, borxhi atij, dhe një ka të bëjë me njerëzit, borxhi ndaj njerëzve. E para gjë që do të jetë memorja në çdo njeriu që vdes, ai ka fal 5 vaktet apo jo? Nëse njeriu i ka fal 5 vaktet, do mendoj, ai kam përsos ato apo jo? Pra i kam plotësuar ashtu siç duhet. Prandaj profeti alayhis salam thot, kur dalim përpara Zotit gjithësisë do na llogariten 5 vaktet. Dhe mbasi mbarojnë ato dhe kanë ai mangësi, do thuhet a ka fal synet ky person që t'ia plotësoj mangësit? Kjo është llogari, vëlla dhe motër e nderuar që janë në xhami. Nuk e humb muslimani dhe muslimani jam mirë këtë, se ka humb veten në çdo aspekt. Përpiqet shumë. Nuk po themi që ai që si fal 5 vakte sot t'i filloj gjitha, por robi përpiqet. Sa asnjë hypin kat 5 në të njëjtën kohë, fillon kati i parë 2 të falësh, 1, 2 derisa të arritësh me lejen e të madhit Zot ke 5 vaktet. Por ato janë dritë, ato janë argument, ka thënë profeti alayhis salam, dhe ato janë shpëtim përpara të madhit Zot. Prandaj i njeriu që i jep shpirtin, edhe i jep atë që i ka fal 5 vaktet, dhe 5 vaktet falin gjinafet njëra mas tjetrës. Kur falim ylen, janë fal gjinafet që ke bërë nga sabahu deri në ylen dhe me radhë, presupozojnë që ai që është fal 5 vakte ja dhuron shpirtin të madhit Zot pasi gjinaf. Dhe kjo është e lumturia e madhe. Fa amma in kana min al-muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Nëse është njeriu që po vdes Zot nga tafërmit e mi, thot i madhi Zot, qetësi do të ketë, lumturi dhe jannatun na'im, xhenet me begati të madhe. Prandaj, gjëja parë që i bën çdo kush apel për shpirtin e vet, kjo nuk është për asnjë. Kjo çdo njeri e ka për veten e tij. Dhe e dyta, kjo është me Zotin, pastaj vazhdon agjërimi e merat. Ne po përmendim kryesorën, shtyllën e Islamit që është namazi. Pastaj ka një hak që vjen me njerëzit, nuk ka hak më të madh. Dhe nuk do ta ndjej njeriu veten më të lumtur dhe të gëzuar që e ka vepruar se sa respekti ndaj prindërve. Qofse i persona jep shpirtin dhe i ka pas kënaq, bilës disa transmetime thonë që kur e jep shpirtin dhe Zoti i ka mëshiruar prindrit e atij dhe e mëshiron dhe këtë nga njerëzit e parë që e presin atje është babai dhe nëna. Ato që e mbajtën ditët e vështira të lindjes tij me ngrohtësi dhe dëmshuri, në ditët e para të vdekjes tij po ato janë. Po nuk ka lumturi më të madhe kur ti takosh ato dhe ato i ke lënë të kënaq kur kanë ikë nga kjo botë me ty, nëse ato kanë ikë përpara teje. Prandaj falja namazit dhe respektimi maksimal i prindërve janë dy gjëra që njeriu merr shpërblime të jashtëzakonshme ke i madhi Zot dhe begatohet në këtë botë dhe në botën tjetër.